Prandaj asnjë shqiptar nuk mundet të mu krahasu me ata. Që Lutfi Haziri dhe Gazmend Muhajgjeri që e kanë krahasu Kurtin me Rankovicin dhe Miloševićin me ato që ka bërë Berisha. Çfarë menimi ki? Jo, s'muj me thonë ashtu. S'muj me thonë kurse se gabimi malë, gafi malë i tyre. Nuk mundet asnjë shqiptar mu krahasu me ata. E dim na 714 fshatra janë shpërngulli prej Serbijës, i kanë shpërngulli me dhunë. 395 anije janë ngarku për Anadol. Kohën e Serbit, këtë janë bo. Serbi Abranovisti ka lënë amanet që çdo Serb, nuk është Serb nëse nuk e vret të shqiptar. E të gjithë ata, në kohën e Rankovicit dhe në kohën e Miloševićit, ata kanë thonë, Kosova na intereson, nuk na interesojnë njerëzit. Këta janë kriminela, Serbët janë kriminela që nuk kanë botë. Vetëm e brejtë kanë përjetuar që të histori që kemi na shqiptarët. Tjerë s'ka. Në botë nuk ka. Mjaftë kanë qenë armenët, po sikur na shqiptarët që kemi pësua di fiasko nuk ka kërkont. Prandaj asnjë shqiptar nuk mundet të mu krahasu me ata.